Kur kam pirë vizën e parë, ose kur kam pirë cigaren e parë, ose gotën e parë, kanë qenë dy motivet kryesore. Një, kurioziteti, dhe dyta për të bërë pjesë e një ambienti, për të bërë pjesë e një shoqërie, për të më pranuar ajo shoqëri, duhet bëja këtë gjë, e ndjeja, sepse ishte njëra rrugë për të hyrë, për të bërë pjesë e këtij ambienti që mundet rritesha, mundet përmirësoja, mundet të mësoja shumë gjëra, mundet përmirësoja jetën time. Këto kanë qenë dy motivet që kam rënë në grackën e varësive, si e duhanit, e alkoolit, e të bardhës, ose edhe lojrave të fatit. Mirë po, më bas, kur i vazhdon këto varësi, kjo ishte gjëja më e dhimbshme, sepse nuk ishin më ato dy motive, por ishin transformuar në emocione të tjera, në motive të tjera, edhe këtë gjë nuk arrija ta kuptoja dot më, deri në moshën 37 vjeçe, që dëshiroja të isha një njeri i lirë, të isha një baba i lirë për të mësuar dhe fëmijët e mi, t'i edukoja me shembullin tim për të qenë njerëz të lirë. Mirë po, së pari duhet ta bëja vetë, duhet lirohesha vetë nga varësitë e mia. Dhe jam i bindur që çdo varësi fshen një talent, dhe nga momenti që shpëton nga ajo varësi që ke shumë vite që të ka fshehur talentet e tua, cilësitë e tua më të mira, madje edhe ka ndikuar që të dalin jashtë ato cilësitë jo të mira të tuat, sepse varësia të transformon, të modifikon, të ul si njeri, të ul vlerat. Kështu që nga momenti që shpëton dhe lirohesh nga një varësi, fillon përqendrohesh tek cilësitë e mira që ke. Fillon ndihmon veten tënde. Në fillim me një trajnim ose me çfarë mënyre mundet të gjesh për të shpëtuar dhe për të qenë një njeri sa më i lirë. Por më pas me kohën, gradualisht do dalin ato cilësitë më të mira, edhe talentet, sepse unë jam i bindur që çdo varësi fshen një talent. Turoj që të zbulosh talentet e tua. Kujdesu për veten.